sot do t'i hedhim një sy diçkaje vërtet të rëndësishme, shëndetit të veshkave. Do të shohim se si disa ushqime specifike mund të ndihmojnë, duke u mbështetur në njohuritë e Dr. Erik Berg. Pra, le të zbulojmë se si mund ta mbrojmë dhe forcojmë këtë organ kaq jetik. Okej, për ta kuptuar më mirë, le të nisemi me një ide shumë të thjeshtë. Imagjinoni veshkat si filtrin kryesor të trupit ton. Po, tamam si një filtr. Pra, ja ku e kemi. Nga njëra anë, kemi një filtr të bllokuar, të mbingarkuar, plot me papastërti dhe shpesh i dëmtuar nga sheqeri, nga ana tjetër, kemi një filtr të pastër, efikas, që funksionon siç duhet. Pyetja është, si të kalojmë nga filtri bllokuar tek ai i pastri? E pra, përgjigjja gjendet tek ushqimi. Por, para se të flasim se si ta pastrojmë filtrin, duhet të kuptojmë diçka thelbësore. Çfarë e bllokon dhe e dëmton atë në radhë të parë, sepse hapi i parë për të mbrojtur diçka është të dish se nga çfarë duhet ta mbrosh. Fajtori numër 1, pa diskutim, është sheqeri. Dhe këtu nuk flasim vetëm për sheqerin e tryezës, por edhe për nisështetet, që kthehen shpejt në sheqer. Kur sasi të mëdha sheqeri kalojnë nëpër veshka, ndodh një proces që quhet oksidim. Për ta kuptuar më thjesht, është si ndryshka. Po, sheqeri praktikisht i ndryshk strukturat delikate të veshkave. Një tjetër armik i madh është alkooli. Ai vë veshkat në një stres të jashtëzakonshëm. Jo vetëm që e dehidraton trupin, por edhe dëmton drejt për drejt ato strukturat e vogla filtruese, duke e bërë punën e tyre shumë më të vështirë. Këtu kemi diçka që shumë njerëz e përdorin rregullisht. Ilaçet anti-inflamatore, jo steroidale. Po flasim për gjëra si ibuprofeni. Ndonse na ndihmojnë me dhimbjet, përdorimi i shpesht ose në doza të larta mund të jetë shumë i dëmshëm për veshkat, duhet pasur kujdes. Dhe sigurisht, pesticidet. Mbetjet e tyre në ushqimet jo organike janë toksina. Dhe kush mendoni se duhet i pastroj këto toksina? Pikërisht, veshkat. Kjo do të thotë më shumë punë dhe më shumë stres për to. Dhe lista vazhdon siç e shohim këtu. Kemi medikamente të ndryshme sintetike, metale të rënda, madje edhe ngjyruesit ushqimor. E mos të harrojmë fosforin e tepërt që e gjejmë me shumicë te pijet e gazuara. Të gjitha këto i shtojnë një barë të rënd filtrit ton. Mirë, tani që pam se çfarë i dëmton veshkat, le të kalojmë te diçka tjetër. Le të flasim për një mit të madh, një keq kuptim që në fakt mund të pengojë njerëzit të bëjnë zgjedhjen e duhur për veshkat e tyre. Po flas për mitin e kaliumit. Pra, pyetja që shtrohet është, a është kaliumi vërtet i keq për veshkat? Shumë njerëz mendojnë se duhet ta shmangin me çdo kusht, por a qëndron kjo gjë? Dhe përgjigja, siç e thotë edhe Dr. Berg, është një jo e madhe. Përveç rasteve kur kemi të bëjmë me sëmundje shumë të avancuara të veshkave, realiteti është krejt e kundërte. Kaliumi nuk është armik, përkundrazi, ai është një mbrojtës i veshkave. Po si i mbron? E pra, ka 3 mënyra kryesore. Së pari, ai ndihmon në uljen e tensionit të gjakut, që është një nga shkaktarët kryesor të dëmtimit të veshkave. Së dyti, ai balancon nivelin e natriumit, pra kripës. Dhe së treti, ndihmon në parandalimin e formimit të atyre gurve të bezdisshëm në veshka. Pra, është një aleat i trefisht. Dhe sa kalium na duhet? Rreth 4700 mg në ditë. Tani, kjo mund të duket si një shifër e madhe, por është ajo që trupi kërkon për të funksionuar siç duhet. Problemi është se shumica dërmuese e njerëzve nuk marrin as gjysmën e kësaj sasie. Okej, tani vjen pjesa më interesante. Le të flasim për zgjidhjet praktike. Do të shohim 7 grupe ushqimesh që mund të ndihmojnë realisht në pastrimin dhe mbrojtjen e atij filtri të çmuar që janë veshkat. Pra, kemi 7 kategori kryesore. Le t'i shohim me radhë dhe të kuptojmë pse secila prej tyre është kaq e rëndësishme. Dhe ja ku i kemi. Kjo tabel e përmbledh shumë bukur. Shikoni, nuk është thjesht një listë, çdo grup ka një superfuqi të veçantë. Kemi perimet me pak oksalate si asparagu dhe selinoja që ndihmojnë në detoksifikim. Pastaj, ushqimet e pasura me magnez, si farat e kungullit, që janë fantastike për parandalimin e gurve. Probiotikët, mendoni lakrën turshi apo kimçin, ndihmojnë në menaxhimin e mbeturinave si urea. Proteina cilësore, si peshku i egër, na jep omega 3 për të luftuar inflamacionin. Antioksidantët, nga boronica dhe mjedrat, luftojnë atë ndryshkin që përmendëm më parë. Secili luan një rol kyç në këtë skuadër mbrojtëse.
Por, nuk mbaron me kaq. Përveç ushqimit, ka edhe 2 strategji të tjera shumë të fuqishme që mund të bëjnë një ndryshim të madh. Le t'i quajmë këshilla bonus. E para është hidratimi i mençur, dhe fjala kyç këtu është i mençur. Nuk do të thotë thjesht të pish sa më shumë ujë. Në fakt, teprimi me lëngje mund t'i mbingarkojë veshkat. Sekreti është të gjesh ekuilibrin dhe të zgjedhësh lëngje të dobishme. Çajrat bimor, si ai i hithrës, luleradhiqes apo shafranit e indis, janë plot me polifenole, komponente që i ndihmojnë dhe i mbrojnë veshkat. Dhe këshilla e dytë bonus është agjërimi me ndërprerje. Tani, kjo nuk është një dietë për të humbur peshë, por më shumë një modelit ngrënjit. Ideja është t'i japësh trupit dhe veçanërisht veshkave një pushim të merituar. Le ta shohim këtë krahasim. Kur ham vazhdimisht gjatë gjithë ditës, veshkat tona janë gjithmonë në punë, duke filtruar pa pushim. Kjo krijon një stres të vazhdueshëm, ndërsa me agjërimin me ndërprerje i japim filtrit ton një shans për t'u qetësuar, për t'u pushuar dhe për t'u riparuar. Për më tepër, agjërimi ndihmon në uljen e niveleve të insulinës dhe siç e dim, insulina e lartë kronike është një faktor kryesor rreziku për dëmtimin e veshkave. Pra, në fund të ditës, gjithçka përmblidhet këtu. Veshkat janë filtri mjeshtëror i trupit ton. Mbrojtja e tyre varet nga zgjedhjet që bëjmë çdo ditë. Tani që i dim armiqt dhe alatët e tyre, pyetja mbetet: si do të zgjedhim t'i mbrojmë ato?